Nga koalicioni Vlen, sot kanë deklaruar se kompania AS Senjak në pronësi të një familjari të afërt të Ali Ahmetit, aksionet në Stopanska Bank Manastir ja ka shitur Alta Bankës nga Beogradi. Një bank kjo e lidhur drejt për drejt me regjimin e Aleksandar Vučićit. Aksionet të cilat sipas tyre familjari i Ali Ahmetit ja ka shitur Alta Bankës nga Serbia. Një vit më parë i ka bler nga ish drejtori i DSK-s Sasho Mjalkov. Veçanërisht Zekiria Ibrahimi në konferencën e sotme për mediat deklaroi se kjo shitje ka ndodhur më 17 shtator 2025. Blerja e aksioneve të AS Senjak nga Sasho Mjalkovi ose nga kompania e lidhur me të Besdvej Investment është bërë më 24/10/2024. Gjatëshmia e këtij transakcion, ajo që e shihni edhe në ekran. Pra, e kemi një linjë të qartë. Sasho Mjalkovi ish shefi i DSK-s, njeriu i të gjitha skemave kriminale të regjimit të kaluar në Maqedoninë e Veriut, i shet aksione të familjes së Ali Ahmetit, ndërsa familja e tij ndërmjetëson midis Sasho Mjalkovit dhe bankës serbe. Në fund është Alta Banka, një bankë e regjimit të Aleksandar Vučićit si blerës i fundit. Ka qenë indikative ajo fotografia në manastirin e Shënaumit, por tashmë gjithçka është e qartë. Tashmë kemi edhe dëshmi financiare të kësaj lidhjeje. Maskat kanë rënë. Ai la të ditur se ky labirint financiar kap një shumë totale prej mbi 20 milion euro dhe shton që koha e së vërtetës ka filluar dhe se publiku do të mësojë gjithçka. Ai shtoi se nga BDI po heshtin dhe nuk po përgjigjen se si ka ndodhur që familja e Ali Ahmetit të blej aksione nga Sasho Mjalkovi dhe pse ato aksione ja ka shitur bankës së regjimit të Aleksandar Vučićit.